Parat e fermerëve që vinin nga Bashkimi Evropian u vodhën dhe i morën të pushtetshmit. Me këtë akuzë opozita ka debatuar me tone të larta në Komisionin e Ekonomisë me Ministrin e Financave për fondet e IPARD, që u bllokua në verën e vitit 2023 për shkak të parregullsive të identifikuara nga OLAF. 33 milion euro të para të Bashkimit Evropian që ishin parashikuar të shkonin në xhepat e fermerëve. Pas një hetimi të OLAF-it, pasi qytetarët shqiptar u ankuan se këto para po vidheshin, po ndaheshin me ish kryebashkiak, familjar të ish kryebashkiakëve, OLAF-i e bllokoi. Nëse për ju sukses, zoti ministër, është të vidhen parat që duhet të shkojnë të qytetarët shqiptar, atëherë ju keni të drejtë. Komisioni Evropian, nëpërmjet DG Agri, ka lënë disa rekomandime për disa nga praktikat të cilat kishin parregullsi dhe deri në fund të këtij viti do të përmbushen këto masa, të cilat pasaj do t'i hapin qeverisë mundësinë për të hyrë në diskutime me Komisionin Evropian në mënyrë që të çelet programi IPARD 3. Se do të kapeshin gjitha që të quhej një dështim edhe një vjedhje? Ky është dështim, zoti ministër. Standardi juaj është tjetër, kuptohet. Ky debat çoi në ndërprerje të komisionit për disa minuta. 2 minuta pushim, 2 minuta. Por përsëri diskutimet për bujqësinë nuk u ndalën. Çfarë kemi të re ne në politikën buxhetore për bujqësinë? Është viti i tretë ku ne jemi me rënje të fortë në sektorin e bujqësisë. Më duket e qëllimshme për ndryshuar strukturën ekonomike të vendit. Ajo që mund të them unë është që buxheti është rritur me rreth 13 milion euro më shumë në krahasim me vitin tjetër. Për vitin 2026, buxheti në total për Ministrinë e Bujqësisë përllogaritet në 162 milion euro, nga rreth 149 milion euro që është buxheti aktualisht.